Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës të drejt për drejt Provita. Sonte kam kënaqësinë t'ju njoftoj me një urolog specialist i cili na vjen nga Kosova, por që ka përvojë edhe në vendet tjera të Ballkanit dhe kemi për të folur, domethënë, për problemet më të shpeshta në fushën e urologjisë. Se si një specialist i tillë që ka përvojë, domethënë, në shumë vende të Ballkanit e shef problematikën dhe i sqaron problemet shëndetësore nga fusha e urologjisë, do duhet të mësoni nëse qëndroni dhe e ndjekni edhe emisionin e sonte. Pra, me ne sonte bashkë doktor Ajet Gjafa, siç thash, urolog që na vjen nga Kosova. Faleminderit, besoj që jeni mirë gjithaqe, rrugës kaluat mirë, koha është pak me mjekut, është dita e parë e stinës së dimrit, kështu që me gjithat ne arritëm këtu bashkë për të realizuar këtë emision. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi, rruga ishte mirë, nuk pat shumë probleme, shpresoj që ti të themi gjëra që të ndihmojmë sa më shumë gjithë ata që kanë probleme urologjike ose kanë familjar të tyre. Po. Urologjia është një degë e veçantë e mjekësisë dhe trajton probleme shëndetësore që kap edhe fushën e pak, nëse mund të them, të nefrologjisë, sepse ne jemi mësuar kur flasim për veshkët, na shkon mendja se kemi të bëjmë edhe me nefrolog. Po për gjitha këto, domethënë, pak më vonë neve do ndaleni dhe do na jepni këto sharrime. Le të shkojmë për fillim të emisionit sonte, doktor Gjafa. Na e sharronin fakt nga këndvështrimi juaj, ose që nuk kemi trajtuar në tema, apo jo se dhe ne kemi këto në vend të mjaft urolog specialist të fushave të ndryshme, po ja të shohim edhe një mendimin e juaj dhe opinionin e juaj rreth asaj se cilat janë problemet më të shpeshta urologjike dhe a është ende urologjia tabu temë? Atëherë, urologët trajtojnë një gamë shumë të madhe problemesh, duke nisur që nga lindja e fëmijëve, siç mund të jenë problemet me testise, kur nuk janë në vendin e dur, testiset e palëshuara ose kriptorkidizëm quhet ndryshe. Fëmijët mund të kenë probleme me urinim, dalja e urinës mund të jetë në një vend të ndryshëm, te meshkujt mund të jenë në një vend të ndryshëm, jo te maja e penisit, mund të jetë më poshtë, është një problem që quhet hipospadias. Në Turqi quhet edhe si syneti i pejgamberit, ndryshe. Pastaj për më vonë për të fëmijët mund të shohim refluksin urinar, kur urina shkon lart drejt veshkave dhe nuk del siç duhet, sidomos te vajzat ndodh ky problem. Pastaj janë dhe disa probleme të vogla, probleme që mund të kenë nevojë për cirkumcizion, që kanë probleme fimozis. Që i bie, doktor, na i sharroni ndonjëherë se fimozis është një problem kur kanali urinar i fëmijëve është i ngjitur. Ata që lindin me probleme dhe kanë nevojë për të bërë synet sa më shpejt. Kjo është një problem që shihet nga pediatri dhe nëse ka nevojë dërgohet te urologu. Për më të ardhur pastaj te moshat më të reja, janë infeksionet urinare që duken shpesh te femrat më shumë, se ato janë më ndjeshme nga ky problem, edhe te meshkujt, infeksionet e prostatës, të fshikëzës urinës, të uretrës. Pastaj vim te gurët në veshka, është një problem shumë i madh, pothuajse në gjithë vendet e Ballkanit, të cilat duket pak më shumë te meshkujt, por edhe te femrat, 1/3. Pastaj vijnë problemet e prostatës, që janë probleme që duken, zmadhimi i prostatës është një problem shumë i shpesh që duket te meshkujt mbi 50 vjeç, nëse është diçka gjenetike mund duket edhe më herët. Problemet e tjera janë problemet e infertilitetit te meshkujt, janë problemet që zgjidhen nga urologu, dhe problemet me inkontinancë, siç quhet ndryshe mosmbajtja e urinës te femrat, sidomos kur kanë probleme, sidomos pas lindjeve të lindjeve normale, kur kanë disa herë lindje, mund të kenë probleme në të ardhmen me mbajtjen e urinës. Pastaj probleme tjera serioze që janë kanceret e rrugëve urinare, kanceri i veshkës, kanceri i prostatës është kanceri më i shpeshtë që duket te meshkujt. Një mashkull në 8 prej tyre mund të ketë kancer të prostatës. Kanceri i fshikëzës urinare është një kancer që duket shumë shpesh. Kanceri i testiseve duket shumë shpesh te moshat e reja,
sidomos nga mosha 18 deri në 35 vjeç, është një problem që nuk duhet ta anashkaluar se nuk jep asnjë shenjë. Në përgjithësi, kancerit në rrugët urinare nuk japin shenja. Janë shumë pakta, gjaku në urinë ndoshta është shenja e parë që duhet patjetër të shkosh. Alarmon pak gjendjen apo jo? Por janë gjitha problemet urologjike, jo gjitha t'japin ndonjë shenjë ose tregojnë diçka që ti duhet shkosh patjetër te urologu. Parandaj ju ftuam sot na përkujtoni edhe një herë nga këndvështrimi juaj si specialist urolog që na vjen nga Kosova. Thash keni pasur rastin punoni edhe në Turqi edhe këtu, por i njëjti mentalitet është, më merr mendja. Shpesh herë e kemi dëgjuar spaku ne qytetarët se kur kemi ndonjë problem urologjik që është ndoshta në fazën fillestare, themi se sikur jemi të ftohur. Sa kjo qëndron ose mban? Dhe prej këtu normal, le të shkojmë në fillim të misionit një sqarim për ato simptomat. Zakonisht është tabu tema, a mendoni se është tabu tema ende? Po ka akoma njerëz, sidomos për probleme seksuale, sepse nuk i përmenda më herët, por probleme seksuale te çiftet, te ata meshkuj që kanë probleme, për ata për shembull është shumë më e vështirë që të shkojnë të kërkojnë ndihmë nga mjeku. Te problemet e infertilitetit ka akoma zona që mendojnë se problemi është për herë te femra dhe bëjnë shumë analizat e ferma, ndërkohë që në një analizë spermogram, një analizë sperme, mund të shohë që ky pacient mund të ketë problem urologjik. Prandaj këto janë disa nga temat që janë tabu, siç u thash më parë, nga që nuk jep shumë shenja, disa nga problemet, kanceri prostatës nuk jep shenjë, për shembull. Njerëzit mendojnë se s'duhet shkojnë, ndërkohë që ne rekomandojmë çdo vit një kontroll, sidomos pas mos 50 vjeçare të gjithë meshkujt, një kontroll rutinë ku përfshihen analiza gjaku, një ultrazo, analiza urine, që mund të flasim pak më vonë. Para se të him në detaje tjera, doktor, na e shëroni edhe këtë gjë. Sa stina e dimrit ndoshta e detyron ndonjë pacient vjen tek urologu dhe konstaton se kemi të bëjmë me ndonjë infekcion pak më serioz, me ndonjë problem serioz, sepse gjatë gjithë kohës pastaj ndoshta me si paraqitjen e simptomeve së parë, mendon se është ftohtë dhe ja, shkon te mjeku, mjeku pastaj e drejton dhe në fund mbrin tek urologu. A ka të bëjë kjo ndoshta edhe me stinën? Ose sa po ju ndihmon tani stina e dimrit në detektimin e pak më të hershëm, në fazat më të hershme? I ftohti është një nga problemet që ndikon te pacientët që janë më të ndjeshëm për probleme të fshikëzës urinare, të infeksionit të fshikëzës, dhe te meshkujt të infeksionet e prostatës. I ftohti është një nga problemet që i bën meshkujt që të vinë gjatë dimrit të vinë më shpesh. Janë disa njerëz që janë më të ndjeshëm nga kjo anë. Edhe janë disa pacientë që mund të kenë gurë në veshka, po dhe janë gurë që janë të fshehur diku dhe nuk japin asnjë shenjë. Edhe këta pacientë kur është ftohtë, kanë dhimbje në pjesën e anës ku është veshka, në pjesën lumbale i themi neve, dhe kjo është një nga arsyet që vinë mendojnë për të bërë një kontroll të veshkave. Që ne e bëjmë ndarjen a është ndonjë problem muskular, ndonjë problem i shpinës, apo është një problem që ka origjinën nga veshkat. Ndaj i ftohti ka disa arsye që i sjell pacientët, por në rast se këto probleme me urinim të shpesht, ose dhimbje, ose urinim me vështirësi, shoqërohen me erë dhe temperaturë, është shumë e rëndësishme që të vinë më një herë këta pacientë. Okej, rregull. Këto ishin përgjithësi informacionet që kanë bëjnë me problemet më të shpeshta, ashtu siç thamë, nga fusha e urologjisë. Thamë se hezitojnë pacientët të vinë. Po tani këta më të rinj, si qëndron puna dhe për çfarë më së shumti, domethënë ju kishit dashur të përqendrohemi kësaj radhe, është hera e parë që jeni në Provita, për të detektuar si probleme kryesore tek pacientët. Sepse e dim që domethënë jeni specialist urolog, edhe ju trajtoni pacient me gurë në veshke, me metoda të ndryshme për cilat ju do na informoni, e kështu me radhë, kancerin e prostatë gjithashtu. Atëherë, qofse do, si thash, ne trajtojmë grupet ndryshme në moshat të ndryshme e pacientës. Edhe një nga probleme që vonohen pacientët janë për shembull te fëmijët, te meshkujt që lindin, ndonjëherë harrohet të kontrollohen testiset. Ndaj mund të mos jenë në vend dhe këta pacient vonojnë që të vinë. Dhe tani ne
i kemi ndryshuar udhëzimet europiane, këta pacienti sugjerojmë që të operohen pa kaluar pas moshës 1 vjeçare, mos shkoj më shumë ky problem. Si thash, refluksi urinar, edhe ky është një problem që mund të dëmtoj veshkën pa e vretur fëmia. Fëmia mund të ketë vazhdimisht ethe temperaturë, dhe zakonisht pediatrët fokusohen vazhdimisht te fyti, te mushkrit ose te veshi. Por në këto raste kur këto 3 probleme nuk kanë diçka, dalin pastër, atëherë ky pacient duhet patjetër që të kontrollohet nga ana urologjike, që t'i shihen analiza urine. Domethënë këto është pak a shumë probleme që nuk duhen anashkaluar te fëmijët e vegjël. Te të rinjt, ata që duhet që të kenë kujdes janë ata që shohin në një gung ose në një forcësi në testisa, që s'ka dhimbje. Momentin që e shihni diçka të tillë, është shumë e rëndësishme që të shkoni te urologu, sepse në qoftë se ky problem kapet herët, këta pacient nuk kanë nevojë pastaj të marrin kemoterapi. Është shumë e rëndësishme. Dhe kemoterapia ka efekte anësore që më shumë i bezdis efektet anësore të kemoterapisë sa vetë operacioni ose vetë diagnoza. Ata për arsye që drejtohen më shumë, pastaj janë problemet e infeksioneve urinare, janë problemet e probleme seksuale që ndonjëherë hezitojnë, po kohët e fundit duke ndjekur rrjetet sociale, tani çdo mjek mundohet të shpjegoje. Unë për vete po bëj për shembull disa video të shkurtra për sugjerime të ndryshme se cilat janë shenjat dhe që nuk duhet ta anashkaloni për probleme të vogla, sepse po thuj se gjithë tani vogël sjellë dhe gjeneron një problem serioz apo jo. Çdo kush tani është në telefon dhe ti kur e sheh një video të shkurtër, ndalesh pak me ndalohen. e parë, po. Edhe prandaj po mundohemi që të ndryshojmë pak mënyrën se si po shkojmë te pacientët. Unë postoj vazhdimisht video të shkurtra për të informuar grupe të ndryshme të shoqërisë që mund të kenë probleme urologjike. Përmendëm zakonisht deri tani më tepër i kushtuat sa sqarime gjinisë mashkullore. Çka me femrat? Kur duhet një femër të vi tek një urolog? Sepse mos harroni këtu, do të thënë, jo, kemi ne edhe ginekologët apo të cilët zakonisht i trajtojnë femrat, por ndodh që shpeshherë, do të thënë, bëhet ndonjë lëshim dhe ose disi janë anashkalojmë urologun. Edhe cilat janë komplikimet nga këto probleme. Dhe sa keni pacient dhe keni raste të tilla? Kemi shumë raste. Si thash, infeksionet urinare duken shumë më shpesh te femrat. Edhe simptomat e para janë urinim i shpesht, urinim me vështirësi, djegje në urinim dhe pastaj nëse këto anashkalohen, pastaj ndodh urinimi me gjak. Më vonë pastaj mund të ketë ethe, temperaturë. Femrat këto janë probleme që kanë shumë shpesh femrat, sidomos nga kur është i ftohtë. Edhe kjo është një nga gjëra që nuk duhet ta anashkalohen ky problem, sepse në fillim trajtohet me antibiotik të thjesht, por më vonë mund të ketë nevojë për terapi dhe të shtrohet në spital, terapi intravenoze. Femrat, siç thash, çdo femër që ka problem me mos kontrollim të urinës, mos mbajtjen e urinës, nuk ka nevojë të drejtohet te ginekologu ose të humbe shumë kohë, hajde se po kalon me ilaçe të ndryshme popullore. Duhet patjetër të bëjë një kontroll, disa teste dhe pastaj ne vendosim ata trajtojmë me ilaçe këtë pacienta apo ka nevojë për një ndërhyrje për fshikzën urinare që të ngrihet më lart. Domethënë do thotë nuk ka të bëjë me moshën, po thjesht që ka problem serioz. Është problem edhe të rinjt, edhe te moshat pak më të vjetra. Gurën veshka, siç thash, nëse kanë familje dikë, edhe femrat mund ta ketë në një gurë aty që akoma se ka tregu veten, është mirë që të dihet sa i madh është, ku është dhe çfarë problemi mund të bëje. Ka raste që na vin pacient që janë dëmtuar veshat komplet dhe pacienti s'ka asnjë ide çka ka patur gjatë gjithë jetës. Është shumë rëndësishme që një eko abdominale, një ultratingull të bëhet një herë edhe kur je i ri. Ndoshta një herë në vit është shumë e rëndësishme. Ne kontrollojmë makinat një herë në vit, nuk kontrollojmë vetëm tonë. Thënie mirë. Sa me ultrazë mund të detektohen sigurt këto probleme? Sepse shpeshherë
tham edhe ju, po edhe unë, edhe mjekët kolegët e juj, pacientët vinë pak në fazë më të vonshme, sepse nuk e di pse ju jeni këtu për të na dhënë këtë shërim. Ultrazori është një nga zbulimet më të mëdha në gjithë botën e mjekësisë, sepse nuk t'jep as radiacion dhe arrin të kapim një pjesë shumë të madhe të gjithë probleme, sidomos probleme urologjike. Po jo për herë është e mjaftueshme. Për shembull, te pacientët që kanë probleme me prostatë, ti mund të shohësh në ultrazon një prostatë rritur, por duhet të shohësh se sa problem ka krijuar kjo. Ndaj plotësohet me analizë urine, me një analizë gjaku që quhet PSA dhe një test që quhet uroflometri. Dhe pastaj vërim po. Ndoshta tani po tregohet një pamje se si ne bëjmë ndërhyrjet e prostata tani, po bëjmë kontrollin brenda në fshikës urinare. Kjo është një fshikës e lodhur pak, siç e shihni muret janë shumë të trasha për shkak se kanë patur një bllokim në kanal dhe ne futemi nëpërmjet kanalit urinës dhe bëjmë heqjen e prostatës. Kjo është një nga operacionet më shpeshta që e bëjmë për zmadhimin e prostatës. Dhe këtu jam duke bërë një heqje të prostatës nëpërmjet kanalit urinar pa patur nevojë që të bëjmë asnjë prerje nga jashtë. Është një operacion që zgjat 1 orë deri 1 orë e gjysmë. Tani është pamja në fund të operacionit, ishte goxha e mbyllur pamja, por tani çelet komplet dhe këta pacient urinojnë pa probleme, siç kanë urinuar gjatë kohës kur kanë qenë të rinj. Për 1 ditë, 2 ditë dalin nga spitali dhe është një nga operacionet më të shpeshta që kanë shumica e meshkujve mbi 50 vjeç. Metodat diagnostikuese ju i përmendët ca, sidomos për kancerin e prostatë. Ne kemi edhe tumor benign, por edhe kancer prostatë. Po. Kur jemi tek metodat, cilat janë ato metoda tjera që ndoshta e doja kishit sugjeruar gjithë qytetarëve? Që të dalim e mandejmë vetë çka pas diagnostikimit dhe si i trajtojmë pacientët. Metodat që ne bëjmë në urologji është se jemi shumë me fat tani, nuk është se bëjmë më operacione të hapura, pacienti nuk ka më prerje klasike, poshtë kërthizës ose komplet hapja e pjesës barkut si ka qenë më parë. Ne tani pothuajse çdo problem e zgjidhim me endoskopi, me metoda minimale invazive. Ka avancuar shumë mënyra se si i thyem gurët. Ne sot kemi lazera të ndryshëm dhe i thyem gurët me lazer, i bëjmë copsa shumë të vogla që arrin dalin nëpërmjet urinës. Tani biles kohët e fundit kemi marrë edhe aparatura që jo vetëm i thym, po edhe i tërheqin jashtë copzat e gurëve. Është një ndërhyrje që quhet RIRS dhe është shumë interesante, ndoshta nëse kemi pamje mund t'ua tregojmë pak më vonë, por nëse këto metoda është çdo pacient duhet kërkojë që të shoh a mund të bëhet nëpërmjet operacione pa prerje. Domethënë kjo është metoda RIRS quhet, ose ureteroskopi fleksibile, retrograde intrarenal surgery quhet në anglisht. Ne futemi brenda në vesh, tani po punojmë brenda në vesh me një kamerë që është si joystick, si PlayStation, dhe kemi gjetur gurin ku është brenda dhe po e bëjmë thyrjen aty ku është. Dhe tani copzat i nxjerrim jashtë me një lazer që zakonisht është mbi 30 watt. Mund të jetë thulium ose holmium. Kjo është një nga ndërhyrjet më të shpeshta, nuk bëhet në çdo spital, është pak teknikë që pajisjet janë pak të kushtueshme, sidomos ajo kamera është pak që mund të dëmtohet shumë kollaj nga copzat e gurëve. Lazeri gjithashtu është një nga pajisjet, por unë kam fatin që kam mbi 7 vjet këtë që po bëj, që i trajtojmë të lloj problemesh, edhe pacientët janë shumë të kënaqur, se brenda natës mund dalin nga spitali. Po, eventualisht mund të shkojnë diçka mbrapsht, edhe në cilat raste, dhe pastaj prapë të ktheheni në mënyrën më të vjetër klasike. A keni raste edhe mund do se më mendja që po. Por ka shumë rëndësi që pacienti të jetë i vetëdijshëm për këtë gjë, t'i shpjegohet mirë se çfarë. Dhe ka shumë rëndësi që çdo urolog, çdo mjek që merr përsipër të bëjë një operacion,
të bëjë një plan në kokën e tij, domethënë të bëjë një plan se çfarë do bëjë dhe çfarë mund të shkojë keq. Dhe të jetë i përgatitur për planin B. Dhe për ta bërë këtë gjë të duhet patjetër që ti të kesh pamje paraprakisht. Për shembull, për këto raste ne duhet patjetër që të shohim një CT, një skaner, që t'i bëjmë një pamje 3D veshkës. Ta shohim nga pamja ballore, nga pamja sipërme dhe anash, që ta dim aty a do ketë ngushtim, a mund të kemi ndonjë problem, a mund të kemi ndonjë damar, për shembull, ne kur heqim veshkën duhet i dim mirë degët e veshkës. Prandaj ka shumë rëndësi të futesh i përgatitur në operacion. Në qoftë se ti futesh i përgatitur, mundësia që të ndodhin probleme gjatë operacionit është zvoglohet, po nuk bëhet zero. Ky është problemi jonë që... Prandaj tash këtu që thatë ju nuk bëhet zero, çka mund të presim eventualisht nëse... Po varet për çdo operacion kemi të lashet e veta. A mund të kreti nënshtrohen kësaj, apo ka kushte cilët duhet një pacient i plotësoj, varet ndoshta mosha, mbi pesha, nuk di, se nuk është edhe aq lehtë nëse kemi person me mbi pesha, apo jo, ti bëjmë këto metodat e reja. Na e sharron edhe këtë? Po, te 7 zonat jemi të limituar. Te 7 zonat për shembull kemi probleme të ato që kanë gurë në kanal të urinës, nuk arrim dot që të bëjmë skaner, nuk arrim dot që të bëjmë CT, sepse ka radiacion. Dhe nuk e dim tamam se sa i madh është guri, a duhet presim apo duhet ndërhyjmë. Dhe ato dhimbjet e gurëve në veshkë janë shumë të forta. Ashtu kam dëgjuar për një dhimbje që nuk durohet. Edhe kjo pastaj stat zonat që kanë këto probleme, pastaj fillojnë kanë probleme edhe për lindjet parakoshme. Prandaj ka shumë rëndësi të jetë në një komunikim shumë i afërt me ginekologun që të dim. Por çfarë bëjmë të raste? Në qoftë se nuk arrim dot që të futemi ose të vendosim vendosim një stent brenda, një double G quhet. Dhe kjo e mban veshkën jo të fryrë dhe ndalon dhimbjet. Pastaj pas lindjes ne vazhdojmë dhe e zgjidhim problemin, e thyjmë gurin dhe e nxjerrim jashtë. Problemi tjetër janë ata që përdorin ilaçe që quhen antikoagulues, po. Siç është aspirina, siç janë holluesit e gjagut, siç janë ilaçe tjera që gjatë ndërhyrjes, në qoftë se kemi prekim diku, në qoftë se kemi gjakderdhje, na prishet pamja. Prandaj duhet patjetër ta ndërpresim. Janë disa raste që sapo kanë vendosur stent në zemër, janë bërë bypass, po prap kanë bllokim në urinim duhet bësh, ose kanë ndonjë tumor që është kapur rastësisht. Dhe është problem që ti duhet patjetër të balancosh, të flasësh me kardiologun për sa kohë mund ta ndalojmë, sa kohë duhet zgjasë ky problem. Domethënë është çështje ekipi ndonjëherë. Pastaj mbi pesha ka shumë rëndësi. Pacientët që marrin terapi për tension, për ilaçe për diabet, duhet menaxhohen, duhet të bëhet një kontroll i mirë i zemrës para ndërhyjeve, sepse marrin anestezion. Sepse jo rastisht edhe theksova se nuk është vetëm ka metodë të re dhe po shkoj dhe po operova, po jo, duhet t'i plotësojmë ca kushte. Pacientët duhet patjetër t'i shohim paraprakisht të dim se çfarë na limiton neve që të bëjmë atë që kemi në kokë. Anestezion lokal total si shkon? Zakonisht vendos anesteziologu, shkojmë me spinal nga mesi e poshtë. Dhe pacienti zakonisht na është live, unë çdo operacion e bëj me muzikë zakonisht dhe dëgjoj muzikë, ndonjëherë pyes pacientin a don të kenë një këngë preferuar për operacionet, se për operacionet e prostatës për shembull janë operacionet më të shpeshta që bëjmë të fshikjes urinës dhe këto mund të bëhen me anestezion spinal. Ka dhe operacione që i bëjmë me anestezion lokal, kurse problemet që janë në veshk ose sipër, ose që kemi nevojë të bëjmë me laparoskopi, zakonisht i bëjmë me operacion me anestezion general, që pacienti flen dhe nuk ndihen. Keni raste vetëm një veshke trajtohet, apo ndoshta ndonjëherë edhe 2 veshke? Si që shkon kjo? Sa mund të na sqaroni domethënë, pak edhe njerë ti përkujtojmë shikuesit se si paraqiten gurët në veshke, mund të jenë të vogla, mund të jenë edhe vetëm rër, e kështu me radhë. Për gurën në veshka, si thash, apo si kristale, mund të jenë probleme që nuk japin asnjë shenjë, mund të jenë gurë shumë të mëdhenj që janë brenda në vesh, por nuk e din pacienti. Por ndonjëherë në një gurë shumë i vogël, në qoftë se bien kanalin e veshkës që quhet ureter, bën disa dhimbje shumë të forta dhe e çon pacientin menjëherë në emergjencë.
Dhe aty ne pastaj pasi e qetësojmë dhimbjen dhe pacientin e rehatojmë, pastaj bëjmë një ultratingull, bëjmë analizat e gjakut, shohim a ka krijuar infeksion. Edhe më vonë, në qoftë se nuk arrim dot ta shohim gurin në ultratingull, sepse kanali i veshkës nuk shihet dot në ultrazo. Dhe ne e shohim që veshka është e fryrë, atëherë këtë pacient e plotësojmë me CT. Është një protokoll që bëhet vetë për gurën veshka me radiacion sa më ulët dhe bëhet pa kontrast dhe ne aty e shohim që ky pacient ka një gurë, e shohim në cilin vend, në cilin segment është dhe sa ka mundësi që të dalë vetë. Sepse ka raste që gurë që janë deri në 4-5 mm mund dalen dhe vetë, por ka raste që ka gurë që janë më ndhej dhe duhet të ndërhyet. E këta pacientë, si thash, pasi i plotësojmë, vendosim cilën metodë me trajtuar. Ndonjëherë u japim terapi që të ndihmojë të nxjerrin gurët, por ndonjëherë duhet futemi nëpërmjet kanalit urinar, me ato pamje që pam pak më tepër, më herët, por kur guri është më i madh se 2 cm, sidomos, ne duhet që të bëjmë ndërhyrje nëpërmjet veshkës. Është një ndërhyrje që unë e bëj në Kosovë prej vitesh, e bëjmë vetëm në spitalin ku punoj, quhet nefritotomi perkutane dhe ne futemi nga mbrapa dhe bëjmë thyrjen e gurëve dhe nxjerrim copzat. Për të ardhur te pyetja, ka raste që ka pacient që janë me një veshkë, që është hequr një veshkë ose kanë lindur me një veshkë dhe këta pacient kanë gurë. Të këto raste është shumë urgjente. Sa është kjo më e komplikuar? Është shumë më komplikuar sepse këta në momentin që u bin gurët në kanal, tyne fillojnë të rriten vlerat dhe janë pacient të gatshëm që mund të shkojnë dializë. E kam një pacient nga Shkupi me shumë gurë në veshka, që ka qenë me një veshkë para 1 vit e gjys, ndoshta, po 2 vjet. Dhe më ka marrë shumë kohë me këtë operacionin, po derisa ja kemi bërë copzat vogla, nuk ka ashtu dhe pacientja vazhdimisht më tregonte foto që si sa kam nxjerr kësaj jave, si sa derisa ju pastrua dhe ka mbi 1 vit që tani është mirë, nuk ka ardhur për kontrolle. Por edhe në qoftë se s'kan problem, duhet patjetër të bëjnë kontrolle. A ka gjasa edhe njerë që pyes, domethënë të preken 2 veshket. Dhe çfarë në këto raste? I bëni që të dytë, domethënë që 2 veshkat ndërhyni tek të 2 veshkat apo si shkon procedura? Pritet njerë tek njëra veshke pastaj te tjetra apo të njëjtën kohë? Varet se sa të komplikuar është problemi. Un kam në rastet kur bëhet për shembull ndërhyrje me shpim, nefritotomi në 2 anët janë shumë tralla, sepse zakonisht preferohet që një herë të ndërhyjet, të rregullohet një nga veshkat, pastaj të vazhdohet me anën tjetër. Un kam 6-7 raste që i kam bën 2 anët në të njëjtën kohë, sepse ishin gurë jo të komplikuar, po ishin gurë të mëdhenj mbi 2 cm. Por zakonisht si rutinë kemi që një herë të zgjidhim njërin anë, pastaj zgjidhim problem të veshka tjetër. Ma merr mendja ju fillimisht çdo pacienti që ka gurë në veshke, a u jep një shans që për shembull të provoj të nxjerr vetë me ujëra të ndryshme, me metoda të ndryshme kështu me radhë, apo ndoshta me njëri futni në sallë. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Ne jepni edhe ca këshilla tjera që ndoshta të mos vim deri tek kjo metodë, pavarësisht se çfarë metode është dhe sa e avancuar është, që ti prevenojmë apo jo, pak më mirë. Se mirë që ju kemi juve gjithë urologët, po ja, nëse mundemi t'ju anashkalojmë, do kishte qenë mirë. Po patjetër që është mirë, çdo pacient që nuk vjen te mjeku pa arsye, nuk ka nevojë nëse zgjidhet në mënyrë sa më thjesht, por ajo që duhet të them që ka shumë rëndësi është që gurët vegjël, që nuk janë, si thash, mbi 5 mm mund të dalin. Po jo se dalin me një çaj ose në ujë të ndryshëm. Nuk ka ujë, nuk ka çaj që shkrin gurët në veshkë. Çdo marketing që bëhet për këtë gjë është më shumë vetëm për shitur diçka. Unë kam studiuar në Turqi për 15 vjet dhe nuk kam pas një mjek që t'i thot pacientit pini çaj, që është vendi ku pihet çaj më shumë. Nuk di, kemi mjekësi alternative, shpesh e provojmë edhe ashtu. Mjekësi alternative, unë kam respekt për mjekët që kanë titullin mjek, por mjekësia alternative është mjekësi pa prova. Ne për çdo gjë që i japim, bëhet çdo vit ndryshon. Domethënë ne marrim prova nga grupe të ndryshme
që thuhet që janë bë një testim prej rreth 5.000 vete në grupe të ndryshme dhe ky ilaç ka rezultuar efektiv për këta pacient. Dhe çdo vit kjo ndryshon. Mjekësia alternative është që sot hajde provoje këtë, por nuk ka bazë, nuk ka provë. Nuk ka çaj sot, nuk ka, sepse për të shkrirë një gur është shumë i fortë. Ti duhet të krijosh një temperaturë shumë të nxehtë. Nuk mund ta krijosh të temperaturë brenda në vesh. Si i shkrim gurët neve sot jashtë? Çfarë bëjmë për të shkrirë gur? Përdorim gëlqere, për shembull, dhe fusim në një temperaturë shumë të nxehtë. Apo jo? Ndërkohë kur ke gurët i brenda në vesh, se janë kokriza ato, si mund ta krijosh një temperaturë? Po ju pyes doktor se e dini që edhe keni dëgjuar që me të vërtet pijemi, konsumojmë edhe ujëra të ndryshme, edhe çajra të ndryshme këtu me radhë. Ju e dhat mendimin e juaj që do të thotë nuk e sugjeroni. Jo, nuk është se nuk sugjeroj. Unë sugjeroj që të pihet 2 litra ujë. Është ata që çdo lloj uji. Ata që kanë gurën veshka uji është ilaçi kryesor. Po çdo lloj uji që pinë, pas ta duhet ta kthejnë në mënyrë jetese. Që mos përdorin shumë krip, që të lëvizin, mos shëndoshen, ta pacient nuk duhet të kenë një jetë sedentare, të rrinë palvizur, që të ikin kështu ilaçeve, domethënë të mos kenë hipertension, të mos kenë diabet, që të kenë probleme të tjera, dhe si thash, të bëjnë kontrolle rutinë. Ka raste që të zgjidhet problemi pa u rritur. Qofse këta pacienti kanë gurët e vegjël ose kanë diçka. Ne kemi ilaçe që të ndihmojnë që mos formohen gurët. Por duhet patjetër dim çfarë lloj guri ka ky pacient. Ka mbi 10 lloj gurësh në veshka. Nuk mund t'japësh një diçka për të njëjtë për tjetrën. Atëherë shkojmë kështu, çka pas nxjerrjes së gurëve në veshke? A mund të paraqiten sërish apo jo? Dhe nëse po, në cilat raste dhe pse sërish mund të paraqiten? Gurët në veshka paraqiten te ata që kanë problem gjenetik ose kanë një problem metabolik. Në qoftë se kalciumi nuk del nga urina, ngelet në trup, vendi ku do filloj të ngjiten ato elementet është veshka. Dhe gurët që duken më shpesh janë kalcium fosfat dhe kalcium oksalat. Rreth 70% e gurëve. Këta pacient ka shumë rëndësi që të bëjnë kontrolle. Ndonjëherë janë 4 gjëndra këtu, paratiroide quhet, që prodhojnë më shumë se duhet kalcium, dhe ti e sheh që ky pacient vazhdimisht ka patur gurën veshka, po ndërkohë kur i bën një analizë që quhet parathormon, i del aq larg që ky pacienti tip kur ja heq këto gjëndrën e ndalon për mos i përsëritet. Pastaj janë problemet anatomike. Veshka mund të ketë në një problem ndalje të veshkës, mund të ketë ngushtim, dhe nuk e lën që të qarkullojë urina siç duhet. Mblidhet ato elemente që janë brenda në urinë fillojnë të ngjiten me njëra tjetrën dhe me kalimin e kohës formohet një gurë. Pa e rregulluar ti daljen e veshkës, nëse ka ngushtim, nuk mund të ndalosh që të formohen gurë prapë. Ka raste që nuk e gjejmë dot arsyeën. A ka raste pasi që të hiqni, doktor, operacioni del sukses shumë, gjithçka shkon në rregull, a pas sa viteve ose pas sa muajve? Pas 5 vjetësh të përsëriten. A ka raste apo jo dhe çfarë duhet bëjnë pas trajtimit? Pas 5 vjetësh gjysma e këtyre pacientëve që kanë gurë veshka do vinë prapë me të njëjtin problem. Siç thash, duhet t'i gjesh arsyeën. Dhe duhet gjesh çfarë lloj guri është. Gurët që ti nxjerr duhet t'i çosh për analizë. Ta dish se çfarë lloj guri është, sepse për çdo lloj guri ka një trajtim ndryshe. Këtu futen trajtimet me ilaçe. Dhe këta pacient mund të parandalohen. Ajo tjetra pastaj që mund të bëjnë këta pacient është që, siç thash, ne nuk këta pacient asnjëherë si lëm, i themi ti edhe po s'patër probleme, ne hajde të të shohim se sa shpejt do të formohen këto gurë dhe të dimë se çfarë mund të bëjmë më shumë. Jo çdo kush mund t'i përsëritet gurën, nëse ti gjatë njëjtit probleme zgjidh edhe problemin që ka patur pacienti, nuk i formohen më gurë. Edhe ndryshon stilin e jetës, ndryshon stilin e jetës, po nëse kanë gjenetike, pak a shumë është problem që që mos i përsëritet prapë. Prandaj kontrollet rutin, nuk ka nevojë patjetër, jo çdo gjë mund ta bësh, pasi ndryshon stilin e jetës, një herë në vit kontroll, rritë sasinë e ujit që pin. Kripa, mos e tepro me krip, mos e tepro shumë me ushqime me proteina, sepse ka disa gurë që formohen nga proteinat të tepërta. Duhet të kesh patjetër një
një ushqim të balancuar, pa e tepruar me diçka, mos të hash për shembull vetëm produkte qumshti, vetëm produkte vezësh, mishi kuq. Këto kur ti e tepron me çdo gjë ngelet më shumë se ç'duhet në veshka. Një ushqim mesdhetar, siç e kemi ne. Mund të hash çdo gjë. Çfarë faze duhet të jenë problemet me veshkët që të vjen deri tek transplantimi? Mendoj se edhe ju jeni larg transplantimit të veshkave apo? Jo, unë kam qenë pjesë e transplantimit edhe në Turqi edhe në Tiranë, gjatë kohës që kam punuar atje. Mendova si vend, si shtet, jo personalisht. Nuk është çështja Kosovë. Në Kosovë ne kemi bërë kërkesë që këto lloj operacionesh duhet të kryhen, por Kosovë është një problem që është i ndaluar me ligj, nuk po lejohet dhe këta pacientë ne i dërgojmë në spitalet tona në rajonale dhe i përcjellim më vonë pas kësaj. Por nuk i bëni, këto ishte ideja. Nuk i bëjmë për moment transplantet, por nuk është e operacionet e vështira, në qoftë se do lejohet ose do ndryshojnë legjislatura në Kosovë, do mund të bëhen shumë sepse është çështje ekipi, ne ekipin e kemi. Ta rumbullaksoj me problemet e veshkëve që edhe pak kohë sa na ka mbetur flasim ndoshta për kancerin e prostat dhe pse jo në fshikëzën urinare, normal kësaj radhe shkurtimisht, kësaj radhe ju njoftova juve me shikuesit e Provitës, morëm edhe një mendim nga një mjek që nuk jeton në Maqedoni, po ja që është urolog. Unë jam nga Dibra, në fakt, nga Shqipëria, dhe jam shumë afër Dibrës madhe, dhe kam kaluar shumë shpejt. Unë kam studiuar në Turqi për një kohë shumë gjatë, 15 vjeçare, kam punuar në Tiranë, kam punuar në Kosovë, me pjesën e një nga arsye që jam shumë i kënaqur që jam sonte këtu është se ndjej afër shumë veten sidomos me pjesën e Gostivarit të Tovës, kemi edhe të njëjtin dialekt, ajo zona e jonë që flasim pothuajse të njëjtin. Po ajo që diabeti prish veshkët ajo, doktor. Diabeti është një nga problemet që i dëmton veshkët, syt, por diabeti krijon dhe probleme seksuale shumë, sidomos te meshkujt. Është një nga problemet kryesore që këta pacient kanë probleme me disfunksion erektil. Dhe diabeti është një problem që ndiqet nga nefrologët. Nëse ti e sheh që pacienti ka diabet, duhet patjetër të bësh kontrolle të veshkave që të shohësh se çfarë mund të parandalosh para se të shkojë ky pacient në dializë ose në transplant. Ku e ndani punën? Ju pyeta që në fillim ju mes nefrologët. Cilat raste? Është pyetje shumë e mirë. Ja për shembull se ka shumë pacientë që dinë atë. Besoni që shpesh edhe vetë pacienti ndonjëherë bredh, nuk din normal, nëse viziton mjeku na, mjeku am do e sharron, po prap disi nuk e kemi të qartë kur te nefrologu, kur te urologu, nëse kemi të bëjmë probleme me fshikëzën urinare, pse sidomos kur flasim për veshket, më besoni, mendimi i parë shkon tek nefrologu. Nëse një pacient ka probleme nga veshkat që janë shkaktuara nga tensioni i lartë, nga hipertensioni, nga diabeti, ose domethënë ka probleme me filtrim të veshkave, që veshkat janë dëmtuar nga smundje të përgjithshme që mund t'i ketë, atëherë ky është problem që përcillen nga nefrologu. Ka dhe probleme që janë disa smundje që problemet e nefronit që këta pacient kanë problem në nxjerrjen të mbeturinave, urritet urekreatinina quhet, dhe këta pacient janë pacient që ndiqen nga nefrologu. Ka dhe probleme tjera që përcillen nefrologët, por puna e urologut është që të zgjidhe pengesën që mund të jetë shkaktuar në veshkë. Qofse ka gur në veshka, e ka veshkën të ngushtë, ka veshkën të bllokuar. Qofse ka infeksione në rrugët urinare, në fshikë, në prostat, ose ka infeksione që mund të kenë kaluar në veshkë. Këto janë probleme të urologut. Qofse ky pacient ka problem refluks, që thashtë e fëmijët, është problem që trajtohet nga urologu. Domethënë, nefrologët trajtojnë problemet e përgjithshme të veshkave, që nga smundjet përgjithshme si diabeti, sheqeri, domethënë sheqeri, tensioni i lartë, kurse urologu zgjidh problemet kur ka pengesa. Ne hapim rrugët, zgjidhim problemet, ose japim ilaç. Po. Shkojmë do të thotë shkurtimisht rreth
Ca informacioneve që ju do kishi dashur t'i ndani me shikuesit e Provitës, duke marrë parasysh faktin se me të vërtet në ndjekin si emisione dhe bashkëqytetarët tanë, me thënë, por gjithsesi edhe në diaspor. Kështu që, kur jemi tek kanceri në prostat, nëse diagnostikohet me kohë, fillon trajtimi dhe intervenohet, tani ju i dini metodat si, shpëton personi në fjalë. Por nëse nuk trajtohet mirë, e hezitojmë të shkojmë, shpërndahet nëse nuk gaboj. Por normal ju jeni këtu për të na i dhënë këto sqarime që thjesht let na dëgjojnë dhe ndoshta dhash Zotit mos detekton askush, po ta theksojmë rëndësinë e detektimit të hershëm dhe intervenimit të hershëm. Atëherë, kanceri prostatës mund të kapet shumë lehtë me një analizë gjaku. Është një analizë gjaku që quhet PSA dhe sugjerohet që të bëhet të çdo pacient që është mbi moshën 50 vjeçare. Por nëse këta pacient kanë edhe në familje, te prindi, te babai ose xhaxhai, duhet që të bëjnë kontroll edhe pak më herët, në moshën 45 vjeçare. Nëse na del PSA-ja lart, ne shohim se nga se ka këtë problem, se PSA-ja mund të rritet edhe nga infeksionet e prostatës, mund të rritet edhe nga zmadhimi i prostatës. Nëse dyshojmë për kancer të prostatës, ne plotësojmë këta pacient me një rezonancë, mund ta plotësojmë me një test që quhet uroflometri dhe e shohim a ka simptoma. Momentin që e shohim që ky pacient e ka akoma problemin brenda në prostat, atëherë ky pacient do thotë që ka ardhur me kohë dhe mund të zgjidhet vetëm duke hequr prostatën ose duke dhënë terapi të ndryshme. Prandaj ka shumë rëndësi që këta pacient të vinë, çdo mashkull që është mbi 50 vjeç duhet të bëjë kontrolla një herë në vit. Apo vinë, doktor? Vinë më shumë tani sepse janë vetëdijsuar pak më shumë. Më herët nuk kanë ardhur, gjithë prisin që të kishin dhimbje, kanceri i prostatës nuk jep asnjë dhimbje. Cili është ndoshta ndonjë shenjë që mund? Gjaku në urinë. Po më veç ajo është ndoshta në fazën e dytë pak më të avancuar. Po, pak më të avancuar, por këta pacient kanë probleme. Siç kanë kolegët e juaj tjerë në Provita. Këta pacient kanë edhe probleme me urinim, çohen natën, të urinojnë, kanë probleme me zbrazje të urinës, kanë vështirësi, kanë djegje në urinë. Por nuk duhet pritur këto probleme. Siç thash, ka raste që nuk i kanë asnjë nga këto shenja, por vinë bëjnë një analizë PSA-ja u dele lart. Dhe çka pas konstatimi, doktor? Momentin që ne dyshojmë, bëjmë biopsi të prostatës. E bëjmë një biopsi dhe marrim biopsi të shohim se çfarë, sepse është një Gleason score i themi neve, që vendosim se çfarë fazë është dhe shohim se sa është ky pacient për operacion, apo është për një radioterapi, apo është për terapi hormonale. Se këto janë disa nga zgjidhjet e këtyre problemeve. Dhe në qoftë se ky pacient është për operacion, ne këto operacione tani i bëjmë me laparoskopi, me pa prerje, i bëjmë me robot, ka dalë kirurgjia robotike, dhe këto janë ndërhyrje që këta pacient nuk kanë nevojë edhe të bëhet prerje, bëhet vetëm me 3 vrima, 4 vrima. Do të thënë edhe për këtë rast nëse diagnostikohet me kohë, kemi zgjidhje apo jo? Ka zgjidhje, ka zgjidhje. Shkojmë në ndonjë problem që e keni detektuar më tepër te gjinia femërore, se po më duket gjatë gjithë kohës, sikur pak pi ana shkalojmë. Femrat kur e dim, jo që nuk i përmendëm, po thjesht duan edhe ca këshilla në adresë të gjinisë femërore, sepse me të vërtetë nga regjia më vjen me dije se ndoshta edhe 5 minuta kemi kohë, sepse ashtu që ka diçka e programuar për pas emisionit Provita. Të femrat si problemet me mbajtje në urinës janë problem serios, që duhet këta pacient nuk duhet pres ndonjëherë, nuk arrin do të urinojnë dhe vinë edhe kanë probleme që janë dëmtuar veshkat. Prandaj çdo femër që ka probleme me mbajtjen e urinës, që nuk e kontrollon dot, ka ilaçe që mund të ndihmojnë shumë femrën për këtë raste. Si thash, dhe femrat kanë nevojë të bëjnë një herë në vit në një ultratingull, në një ultrazo, për të parë a kanë në i gurë veshka, sidomos nëse ka të nona ose të babai. Infeksionet urinare janë shumë të shpeshta të femrat, nuk duhet presin që të kenë ethe temperaturë, sepse ndikojnë shumë shpejt. Femrat kanë shumë më shpejt infeksione urinare dhe nëse këta
femrat shumë shpejt mund të bien në spital, mund të kenë nevojë që të marrin terapi ndonjëherë gjendja shkon shumë keq. Po. Sa infeksionet urinare, sidomos te gratë, mund t'i dëmtojnë ndoshta edhe veshket, apo nga një infekcion urinar të shkaktojnë ndonjë problem shumë ju thatë se shtrije në spital. Por çka është ajo më e rrezikshme nëse nuk i trajtojmë, tham, edhe në fillim të emisionit, sikur ja na shkalojmë, hezitojmë, çdo herë disi fajin ja lëm, jemi ftofur ndonjë infekcioni i thjesht dhe zvaritën me një kohë gjatë, ndoshta edhe me vite, edhe nuk shkon në kontroll. Çka a keni raste të këtilla? Kemi raste të tilla, ka raste që këto pacient trajtohen edhe nga ginekologët, mundohet që të jepet një terapi me një ilaç quhet ciprofloxacin, që është ilaç është emri gjenerik që e përdorin shumë shpesh neve. Dhe ka raste që hajde se merr një ilaç të tillë edhe të kalon, por ndërkohë mund të ketë një arsye tjetër ky infeksion urinar. Dhe ti pas zgjidhur origjinën e këtij problemi, jep vazhdimisht antibiotik këtyre pacientëve. Në qoftë se ngelim vonë, pacientja mund të ketë probleme me infekcion goxha serioz të veshkave, e ka raste që këta pacient mund bien sepsis, domethënë helbimi gjakut. Po, fiks. Qoftë se bakteria të kalon në gjak, ky pacient mund të shkojë keni parasysh që gjithë mund t'ju kuptojmë kur na jepni diagnozat në gjuhë mjekësore. Prandaj ndonjëherë ndoshta edhe ndërhimet. Ju keni kaq vite dhe prandaj i keni dëgjuar disa herë ndoshta. Por ka shumë rëndësi që këta pacient të vinë kohë, sepse këto ndahen si probleme infekcione urinare të komplikuara dhe të pa komplikuara. Pa komplikuara trajtohen me një terapi 5 ditore deri në 7 ditore, por nëse këta pacient vinë në një kohë më që analizat janë rritur, duhet patjetër shtrohen 2-3 ditë, ka raste edhe më shumë në spital. Qarkullon bakteria edhe në veshke nga... Po, shkon nga veshkat mushri që atëherë bëhet çështja shumë më tepër serioze. Po zakonisht bakteria, çdo femër që ka problem fshikës të urinës, duhet shkojë në kohë që bakteria mos shkojë në veshk. Kur shkon bakteria në veshk, bëhet më serioze. Quhet pyelonefrit akut, kur është në fshikës quhet cistit akut. Rregull, nëse nuk i bëjmë analiza, ta them, kushtimisht, megjithse ju jeni për analiza dhe duhet, edhe unë jam, prandaj edhe i bëj këto. Ta zëm kemi shumë gratë cilat nuk i bëjnë këto analiza, a mundet një simptom tjetër të na jepni që e kishin detyruar një grua në moshën 60-65 vjeçë të shkon në urolog? Duke mos e anashkaluar, domethënë, gjendjen ose duke gjetur arsye tim se ndoshta jam ftohtë, ndoshta kam ndonjë bakterie, kalon me kështu ashtu edhe në fund. Ajo që duhet me ditë, si që thash, është që mos presin që të kenë simptoma më serioze, mos mundohen ta zgjidhin çdo problem me çajna ose ilaçe popullore. Problemi ne kemi edhe te farmacitë sot se japim shumë ilaçe pa kontroll dhe ti nuk e din se sa serioze mund të jetë situata. Ndonjëherë lihen shumë vonë ta pacient. Në qoftë se ka pacient që nuk vjen, vonohet, thjesht pije ujë pak më shumë, ta mbaje pak pjesë fundin e barkut ngrohtë, edhe të marrë në ibuprofen që të qetësohet pak ajo pjesa e një analgetik, sepse këto janë ilaçe që i jepen non steroid. Por gjithsesi të shkojnë tek mjeku. Po, mos presin derisa të komplikohet gjendja. E tani doktor, krejt për fund, këshillat e juaja ose nëse keni edhe çfarë të shtoni në këtë emision, kushtuar domethënë shikuesve të Provites, ku qëllimi zakonisht i këtij emisioni është informimi, edukimi dhe informimi do të thotë për rëndësinë e parandalimit, diagnostikimit dhe trajtimit me kohë, që pastaj mos shtrihemi gjithë në spital. Unë shpresoj që nuk do kemi arsye që t'i shtrojmë pacientën në spital, por i përmenda disa herë, janë gjona shumë bazike këto, edhe si thash, për mosha të ndryshme ka këshilla të ndryshme. Te fëmijët e vegjël, te meshkujt, sapo lindin të kontrollohen testiset, deri në moshën 1 vjeçare. Qofse nuk e kontrollon pediatri, thojeni. A mund të shoja nëse nuk intervenohet, nëse nuk gaboj me kohë, atëherë edhe ngelet steril. Ka problem me infertilitet. Ne problemin serioz tani për infertilitet e kemi tek këta pacient. Kam shumë pacient që ne i operojmë. Si thash, testiset shohin se ku del urina, qofse ka infeksione urinare të vazhdueshme fëmia, ti bëhet një kontroll i rrugëve urinare. Për të ardhur te moshat e reja, ata që shohin diçka
ndryshe në i forcin testise, të vinë pa tjetër. Mos presin. Ata që kanë infekcion urinare të pinë ujë sa më shumë, sepse ujë është i vetmi gjë që parandalon. Kushdo që ka gjak në urinë, të vije pa tjetër. Është një problem që nuk fola shumë, të moshat e reja, testiset kanë ndonjëherë disa damarë që janë më të zgjeruar, është një problem që duket shumë shpejt quhet varikocel. Edhe kjo është një nga arsye që mund të krijojë infertilitet. Është një problem që rregullohet shumë shpejt, me një operacion shumë të thjesht, se nuk ka ilaç, mund të zgjidhet. Kjo ndodh zakonisht te moshat e reja. Për të ardhur pastaj te grup mosha mbi 50 e sipër, meshkujt, PSA, analizë gjaku çdo vit. A mund vetëm me PSA të detektoj se eventualisht ka janë apo jo? Janë dy PSA, është PSA totale dhe e lirë, se ndonjëherë ngatrohen, do t'i bësh të dyja që të shohim raportin. Si thash, PSA-ja nuk rritet vetëm kancerin e prostatës, por neve na bën që t'jemi më alert, më të sinjalin që diçka nuk ka në rregull, po që ne fillojmë e trajtojmë pacientin nëse ka simptoma për infeksion dhe pas trajtimit e përsërisim PSA-n dhe e shohim nëse nuk ka zbritur, do të thotë që kemi diçka më serioze. PSA te moshat më të vjetra, gjaku në urinë, siç thash, nuk anashkalohet. Kontrollet për gurën veshkat, ata që kanë problem një herë në vit, një kontroll rutin, kanceret e rrugëve urinare nuk japin asnjë shenjë. Prandaj atëherë si e dim ne që ndoshta një ultrazon thjesht e bën, e shefti një gung brenda në vesh që të thonë që janë 7 cm. Thotë si ka mundësi. Pse? Dhe kur ne e kapim shumë më herët këtë problem, kur është më i vogël se 4 cm, ne bëjmë heqjen vetëm të asaj pjese. S'ke nevojë ta hiqësh krejt veshkën. Por që nëse vjen me vonesë te urologu, do të tyrohemi ta heqim krejt veshkën. Këto janë pak a shumë. Edhe ca këshilla për ju, megjithëse ju i përmendet shkurtimisht, ca këshilla për ata që më veç janë trajtuar, domethënë nga urologët, kanë hequr gurët në veshke, sa edhe pse tha duhet të kenë edhe ata kujdes, sepse po përsërit kanë apo jo. Po përsëritën, po. Dhe si shenja e parë kur ja duhet sërish, pra, të shkojmë. Ai që ka gurë zakonisht e din, ka një dhimbje të pasur, por siç thash nuk duhet pres të kesh dhimbje. Ku dhem, doktor, veshke? Veshka mund të dhëmbe në pjesën anash këtu, edhe dhimbja mund të shkojë drejt pjesës së fundit të barkut, por ka raste që shkon edhe në testiset e meshkujt. Ata që kanë gurë në fund të kanalit urinar që është në hyrje të fshikëzës, u jep ndjesi edhe urinimi. Shkojnë të urinojnë nuk munden, sepse ngacmon atë murin e fshikëzës dhe një nga simptomat që t'jep është urinon po s'ke. Të vjen domethënë të shkosh, por nuk mundesh. Dhimbja është shumë e fortë në pjesën mbrapa dhe zakonisht mund të shoqërohet edhe me vjellje. T'jep vjellje të forta mund të lëshojnë në tokë nga që fort është si dhimbja. Doktor, kaq personte ishte kënaqësi që kemi në Provita, besoj se edhe më vonë ndoshta do ju thrasim dhe do jeni pjesë e emisionit Provita. Për mua ishte kënaqësi shumë e madhe, u kënaqa shumë sepse arrita të flas shumë qetë, shumë avash, pothuajse për çdo problem urologjik, po për çdo pacient që nuk ka kuptuar ose nuk don të ose nuk ka mundur të ashtu, mund të më gjejnë në çdo rrjet social, mund të shohin video të ndryshme që i kam bërë të shpjeguar pacientët. Provitën le ta ndjekin ritransmetim, doktor, faleminderit. E keni programin që pothuajse nuk lam as i problem pa folur dhe besoj se do ndihen shumë të ndriçuar, mendoj për çdo problem. Gjithatë jeni në televizion kësaj radhe. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit juve për ftesën edhe shpresoj që jemi sa më shpejt. Se jo gjithë i shohin rrjetet sociale dhe kanë rrjete sociale. Kështu që faleminderit edhe një herë. Me të vërtetë ishte kënaqësi. Paqet një vit të mbartë, domethënë se më veç jemi në fund të vitit dhe shpresoj se sërish do të shihemi ndonjëherë vitin e ardhshëm. Edhe unë ju uroj një vit sa më të mbartë gjithë shqiptarëve kudo që janë në çdo troje. Shpresoj që të kenë një vit sa më të mirë, sa më të mbarë dhe shpresoj që të jemi në vendet tona, mos emigrojmë, mos ikim larg më. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.
Normal, falendrimi veçantë në adres të ju e në shkon të shikues të nderuar. Kaq për sonte, shihemi të anën e ardhshme. Deri atëherë, mirëbeqi.